Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Nostro Tarot. Sot do flasim, do bëjmë një temë ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot me tema të ndryshme, videot e hënës të plot, sepse edhe ajo ka ndikimet e veta, por dhe videot e javës. Dhe do shohim se çfarë energjie do na vi. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali të bëjnë, që nuk kanë bërë ende abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe fillojmë në lidhje me këtë lexim, shohim se çfarë energjie do na vi. Ju mendoni për personin dhe shohim energjinë që vjen. Gjithsesi ju shoh që ky person është duke ju menduar, ose është një person që është ose ka qenë shumë i dashuruar me ju, por ndërkohë është një person që mendon që ka dhe një lloj konkurrence në këtë dashuri. Ndoshta ky person mendon që dikush në veçanti bën të gjitha llojet e gjërave për të hyrë në një njohje të re në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi, shohim energjinë se si do vazhdoj. Kjo mund të jetë edhe energjia aktuale për gjithë ata që janë në këto situata. Ky person mendon se në një moment gjithçka është kthyer përmbys, ose kjo histori është kthyer përmbys. Një situatë që ka ndodhur midis jush e ka kthyer përmbys këtë histori. Dhe ky person dëshiron të bëjë gjitha llojet e gjërave për të qenë sërish së bashku me ju. Është një person që nuk dëshiron të heqë dorë nga ju. Ndoshta dëshiron që të japi një zhvillim më të mirë kësaj historie, dhe mund ky person shef që ka edhe persona të tjerë që janë të interesuar për ju dëgjues. Dhe bën gjitha llojet e gjërave për të mos lejuar që këta persona të hyjnë në jetën tuaj, sepse ky person dëshiron që të japi përsëri zhvillim kësaj historie që ju keni. Dhe ky person mund ta ndiejë veten edhe në një lloj konkurrence në lidhje me dashurinë, dhe dëshiron që mund të jetë edhe një person që ka ndryshuar mendim nga një periudhë më parshme në lidhje me këtë marrëdhënie ose njohje që ju keni ose që keni pasur, dhe dikush që është sakrifikuar në gjërat e tjera. Dhe preferon që të jetë sërish me ju, sepse shoh që një çift shumë të dashuruar. Ndoshta ky person është ndier si i burgosur në kuptimin e mbylljes brenda vetes së vet në lidhje me këtë dashuri. Ose energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt, por shohim që ky person dëshiron të shfaqet përsëri dhe të bëjë diçka konkrete në lidhje me ju. Ndoshta të filloj përsëri këtë njohje ose këtë lidhje që ju keni. Dhe vazhdojmë. Çfarë mendon, çfarë vjen personi në lidhje me ju? Shoh që personi ndihet shumë mirë, ndoshta është duke menduar te momentet e bukura që ju keni kaluar së bashku. Është një person që është shumë emocional, dëshiron të investojë në këtë njohje ose në këtë lidhje që ju keni. Gjithsesi nuk tham energjit, kemi energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të zjarit, të tokës, energji të shenjave të ujit përsëri dhe të zjarit përsëri. Gjithsesi është një lexim i përgjithshëm dhe këtu përfshihen gjitha shenjat e horoskopit. Personi ndihet shumë emocional dhe dëshiron që të afrohet dhe të investoj përsëri te ju dëgjues. Nuk e di, por ky person bie i trishtuar që ju ka humbur e shoh, sepse jemi te pesa e kupave.
është përqendruar në një lloj trishtimi, humbjeje të kësaj dashurie, ose ky person nuk ka dashur ta humbasi këtë dashuri. Dhe personi në këto momente është duke menduar sikur po mban një peshë të madhe në shpinën e vet, në lidhje me humbjen e kësaj dashurie. Por këtu shoh që ka mundësi akoma në lidhje me këtë njohje që keni, ndoshta për të rregulluar diçka, ose shoh që mund të jenë dhe opsione dhe oferta të tjera që mund të ketë në lidhje me dashurinë. Por thjesht ky person është fokusuar te kjo dashuri, te humbja e kësaj dashurie. Dhe shohim energjinë tuaj dëgjues në lidhje me personin. Dhe ju shoh shumë të dashuruar, jemi të dy shikupave. Ju dëshironi ta uisni këtë dashuri, sepse kemi kartën e dyshit të kupave, ose ju dëshironi të keni një takim me këtë person. Në rastin tjetër, shoh që personi dëshiron ta uisi këtë dashuri, ose ju dëgjues dëshironi që ta uisni këtë dashuri. Dhe ju shoh që mund të keni lidhje edhe me mund të jetë një njohje që ju e keni njohur nëpërmjet shoqërisë tuaj, por jo domosdoshmërisht, sepse janë lexime të përgjithshme, por shoh që ky person dëshiron të investojë përsëri tek ju, sepse personi kërkon një takim me ju dëgjues. Dhe energjia e të dyve, çfarë do ndodhi në të ardhmen? Unë do marr një pako tjetër. Çfarë do ndodhi në të ardhmen midis jush? Dhe shoh përsëri që personi bie i sakrifikuar, ose i duket sikur gjithçka është përmbysur në jetën e këtij personi në momentin që diçka nuk ka funksionuar, ose ky person nuk e di, por ndoshta është larguar për një pjesë prej jush, dhe personi ndihet është duke analizuar emocionet e veta, duke menduar se si t'i japi drejtim emocioneve në lidhje me ju dëgjues. Dhe shoh kemi kartën e magjistarit që tregon që ky person mendon që i ka të gjitha mundësitë për t'i dhënë drejtim kësaj dashurie, për të pasur një takim me ju dhe për të investuar sërish te ju dëgjues. Dhe shoh kartën e vendimit, e gjykimit. Nuk e di, por disa prej jush mund të jeni në një ftoje me këtë person, mund të keni ftoje emocionale, një pjesë tjetër mund të keni një distancim me personin, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jetë një person që është në distancë, që ju mund të jeni dhe të shkëputur me këtë person. Gjithsesi, këtu merret një vendim i rëndësishëm, dhe këtu shoh shumë fuqishëm një energji mashkullore dhe energjia femërore që merr një vendim. Dhe shohim çfarë vendimi merret në lidhje me. Shoh një energji femërore që është në gjendje pagjumësie, stresi, është duke menduar gjatë gjithë kohës në lidhje me këtë dashuri, ose në marrjen e një vendimi. Ndoshta marrja e një vendimi, energjinë femërore e ka lënë pa gjumë, e ka lënë duke menduar se çfarë vendim të marrë në lidhje me këtë dashuri, sepse shohim që personi mund ta ketë kthyer përmbys këtë dashuri, por është përsëri, dëshiron përsëri të investojë tek ju. Dhe energjia femërore, po të vëmre, është në një situatë pagjumësie, stresi, duke menduar në marrjen e një vendimi. Gjithsesi, energjitë mund t'i merrni dhe në të kundërt. Dhe shoh që do një lloj stabiliteti ose një lloj bashkëpunimi në lidhje me këtë dashuri. Dhe shoh që përsëri stabilitet, një takim që ky person dëshiron të bëj me ju. Por ndërkohë është një takim që personi dëshiron të hedhë themelet forta me këtë dashuri. Por ndërkohë shoh edhe festime këtu. Në momentin që ju të keni një takim, ky person, ai ose ajo dëshiron që të hedhë themelet forta në këtë njohje ose lidhje që keni. Dhe shoh një energji femërore që është në pritje, ndoshta pret një lajm në lidhje me këtë takim,
ose është në pritje të personit. Personi mund të jetë dhe në distancë, ose pret një mesazh, një SMS nga ky person. Ne shohim përsëri përfundimin, se si do përfundoj kjo histori midis jush. Dhe kemi shoh këtu që ka një komunikim nëpërmjet internetit. Ndërkohë, shoh që energjia femërore është duke pritur me një lloj kënaqësi energjinë maskullore, por energjia maskullore shoh që është shumë e fokusuar te energjia femërore. Dhe kemi përsëri kartën e gjykimit, ku do merret një vendim. Dhe ky vendim do merret si në lidhje me personat që mund të jenë distancuar nga një person që jeni në njohje ose në lidhje. Në një rast, në rastin tjetër, mund të jetë është edhe për personat që mund të kenë një shkputje me personin, por nuk ka komunikim. Dhe shoh që do zhvillohet një komunikim dhe do merret një vendim në lidhje me këtë dashuri. Dhe ky komunikim do zhvillohet nëpërmjet internetit, nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe unë ju shoh shumë bukur, ju do jeni së bashku, ndoshta duke dalë, do keni një romans me këtë person, do jeni duke shëtitur, e shoh, dhe shumë të lumtur, por gjithsesi shoh që energjia femërore e ka mbyllur pak zemrën në kafaz këtu. Edhe pse ka një takim, një dalje së bashku, energjia femërore e mban akoma, zemrën e ka akoma të mbyllur, nuk është se është e hapur ndaj kësaj dashurie. Dhe shoh përsëri një takim tjetër, dhe kemi 2 gjashta këtu. Përsëri ju do të jepni një drejtim, dëshironi të jepni një drejtim më të qetë kësaj njohjeje, dhe përsëri këtu tregon që do shkoni diku së bashku. Është një moment që merret një vendim, ndoshta për këtë njohje ose lidhje që keni, ndoshta për të dalë, për të folur më shumë me njëri tjetrin dhe për t'i dhënë një drejtim më të qetë kësaj njohje. Gjithsesi një energji femërore që ka mbajtur një maskë për një kohë të gjatë. Ndoshta dhe shoh edhe këtu që energjia femërore është akoma nuk hap zemrën para energjisë maskullore. Gjithsesi, ta me energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt, edhe pse energjia maskullore merr një vendim për të pasur një takim dhe për të dalë diku dhe për t'i dhënë një drejtim më të qetë situatave. Dhe shoh përsëri energjinë maskullore këtu, me kup. Është një person që ju dashuron, ka ndjenja, ka emocione, por kemi një energji femërore që tregohet, po të vëmë re këtu, mban një lloj maske, nuk shfaqet, nuk shfaq ndjenjat e veta në lidhje me energjinë maskullore. Dhe përfundimi, megjithëse përfundimi tregon që dhe shoh që ju do të jepni fund situatave të vështira, dhe këtu ju presin surpriza pafund në lidhje me këtë person. Gjithsesi, është një energji shumë e bukur, shoh përsëri që do ndiheni, do bashkëpunoni, ju do jeni sikur po dilni së bashku, ndoshta edhe në një ambient publik ose diçka tjetër. Këtu përfshihet edhe një njohje re me një person për gjithë ata që mund të kenë njohje gjatë kësaj periudhe. Për pjesën tjetër mund të jetë një person që është në distancë, në një rast mund të jetë një person që ju jeni shkëputur, por mund të jetë edhe një person që keni një ftohje emocionale me këtë person. Dhe marrim një mesazh nga angjëllit dhe shohim çfarë mesazhi ju japin në lidhje me këtë dashuri. Dhe këtu shohim që kemi energji ajri këtu, dhe mos keni frikë, thotë, një hapa para. Thjesht keni ngecur në mendimet tuaja. Mos mendoni negativisht në lidhje me personin. Dhe këtu flasim si në lidhje me energjinë femërore dhe në lidhje me energjinë maskullore. Rruga është e hapur. Thjesht ju mendoni negativisht në lidhje me këtë dashuri. Largoni mendimet negative për të tërhequr energjinë e personit. Gjithsesi, rrugën e keni të hapur, dhe do marrë dhe një tjetër për ta saktësuar
dhe kemi përsëri energji ajri. Ju shoh që do jeni shumë idealist, do merrni vendime të rëndësishme, por ju shoh edhe që ndiheni dhe të lodhur, ndoshta nga një histori, nga një njohje ose nga një lidhje që keni. Gjithsesi do veproni shumë shpejt në lidhje me këtë gjë. Do lini kohën tuaj, do lini kohën që të kujdeset dhe ju të nxirrni konkluzionet e duhura në lidhje me këtë person dhe të bëni zgjedhjen tuaj. Do bëni një zgjedhje të drejtë, ju thot. Dhe është vërtet një mesazh fantastik në lidhje me këtë histori. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.